SPAK ka kërkuar nga gjykata e posaçme rrëzimin e 23 kërkesave të paraqitura nga ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, me të cilat ai kundërshton akuzat ndaj tij dhe veprimet procedurale të kryera gjatë hetimit. Në seancën gjyqësore, prokurori Edvin Kondilli deklaroi se pretendimet e Beqajt janë të pabazuara në ligj, dhe se shumica e tyre janë shqyrtuar më herët gjatë hetimit dhe në fazën paraprake të gjykimit. SPAK kundërshtoi pretendimet për mungesën e provave mbi akuzën e vjedhjes, si edhe kërkesën për përjashtimin e të dhënave elektronike të sekuestruara nga një kompjuter, duke argumentuar se të gjitha procedurat janë kryer në përputhje me ligjin. Po ashtu SPAK hodhi poshtë edhe kërkesën për pavlefshmërinë e kontratës së prokurimit, duke theksuar se mungesa e dokumentit origjinal në Ministrinë e Shëndetësisë nuk e bën atë provë të pavlefshme. SPAK i kërkoi gjykatës së posaçme të mos pranojë asnjë nga kërkesat e ish-ministrit, ndërsa çështja vijon drejt shqyrtimit gjyqësor. Apeli i posaçëm la sot në fuqi dënimin me 28 vite burg për Ilir Selmanin, i akuzuar si pjesë e grupit kriminal që ekzekutoi ish efektivin e policisë së shtetit Santiago Malco në gusht të vitit 2019 në Tiranë. Vendimi erdhi pas rigjykimit të kërkuar nga gjykata e lartë, ndërsa SPAK ishte kërkuar që dënimi i dhënë më herët të mbetej në fuqi. Sipas SPAK, Selmani ishte pjesë e grupit të njohur si Klani Duka, i cili dyshohet se organizoi dhe realizoi atentatin në zonën e Xhamllikut. Dosja e SPAK-ut bazohet edhe në komunikimet e zbuluara në aplikacionin Sky ECC, ku sipas akuzës janë zbardhur detaje mbi planifikimin e ngjarjes. Santiago Malco ishte një person i afërt me Ervis Martinajn, i cili rezulton i zhdukur prej vitit 2022. Hetimet për vrasjen e Edmond Sulës po përqendrohen te pista se autori ka vepruar i vetëm, dhe ka planifikuar me kujdes lëvizjet pas krimit. Nga verifikimi i kamerave të sigurisë nuk rezulton përdorimi i një automjeti për arratisje. Dyshimet e hetuesve janë se autori i ka qëndruar i fshehur pranë zonës pas një peme dhe në barishte përpara se të kryente vrasjen. Më pas ai është larguar në këmbë përmes tokave bujqësore dhe zonave të pyllëzuara, duke shmangur rrugët dhe kamerat e sigurisë. Sipas hetimeve paraprake, autori e njihte mirë terrenin dhe kishte studiuar itinerarin e largimit. Fakti që nuk është gjetur një automjet i djegur, siç ndodh shpesh në atentate të organizuara, ka ngritur dyshime se kemi të bëjmë jo me një vrasës me pagesë, por me një person që mund të ketë pasur konflikte të drejtpërdrejta me viktimën. Edmond Sula dyshohet se kishte disa përplasje të mëparshme, një pistë që po hetohet nga autoritetet. Policia ka arrestuar Edison Agollin, 22 vjeç, i shpallur në kërkim si bashkëpunëtor i dyshuar në atentatin e 30 qershorit në Pogradec, ku mbeti i plagosur rënd Brian Syzo. Sipas hetimeve paraprake, Agolli ndodhej së bashku me vëllain e tij Nikola Agolli dhe 2 persona të tjerë në momentin kur dyshohet se u qellua me armë ndaj Syzos. Për 22 vjeçarin rëndon akuza e vrasjes me paramendim, për interes ose hakmarrje, mbetur në tentativë dhe e kryer në bashkëpunim. Hetuesit po shqyrtojnë edhe lidhjen e tij me një tjetër episod, vendosjen e një kamere pranë burgut të Drenovës, që dyshohet se përdorej për të monitoruar lëvizjet e Brian Syzos. Ndërkohë është arrestuar edhe vetë Syzo për shkak të një dënimi të formës së prerë me 3 vite e 4 muaj burg për prodhim dhe shitje narkotikësh. Ai pritet të vuajë tashmë dënimin e tij. Një oficer i komisariatit të policisë së Sarandës është përfshirë në një konflikt fizik duke sjellë reagim të menjëhershëm të forcave të policisë. Ngjarja ndodhi në lagjen numër 3 të qytetit, ku oficeri i krimeve Mihal Velço, teksa lëvizte me motor, është përballur me një grup personash. Sipas të dhënave, përplasja ka nisur me debate, fyerje dhe kanosje verbale për t'u përshkallëzuar më pas në përplasje fizike. Hetuesit dyshojnë se bëhet fjalë për një konflikt të momentit dhe jo për një sulm të organizuar ndaj efektivit. Pas incidentit, policia zhvilloi kontrolle të shumta në zona të ndryshme të Sarandës, duke kontrolluar banesa, lokale dhe ambiente publike. Disa persona janë shoqëruar dhe janë marrë në pyetje për zbardhjen e ngjarjes. Deri tani nuk ka një njoftim zyrtar për arrestime, ndërsa grupi hetimor vijon punën për të përcaktuar dinamikën e konfliktit dhe përgjegjësitë e personave të përfshirë. 2 persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar për vepra penale në fushën e narkotikëve janë arrestuar në qarkun e Durrësit gjatë operacionit policor të koduar implikimi në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Njëri prej tyre, Enkeleta Vduli, 46 vjeç, u kap teksa lëvizte me automjet në aksin Rrogozhim-Peqin. Ai ishte dënuar nga gjykata e apelit në Bologna të Italisë me mbi 7 vite burg për trafik droge, armbajtje pa leje dhe kanosje. Ndërkohë në Sukth të Riu arrestua Sadik Kasa, 38 vjeç, i shpallur në kërkim nga autoritetet spanjolle. Ai kërkoi për trafikim narkotikësh dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim tregtimin e drogës. Policia bën me dije se arrestimet u kryen pas shkëmbimit të informacioneve me autoritetet italiane dhe spanjolle, ndërsa Interpol Tirana po vijon procedurat për ekstradimin e 2 personave drejt vendeve ku kërkohen nga drejtësia.
11 emigrantë të palishëm janë shpëtuar nga policia kufitare e Vlorës, pasi kanë lëshuar një sinjal SOS në zonën e grykderdhjes së lumit Vjos. Sipas të dhënave paraprake, emigrantët nga vende të ndryshme u lokalizuan nga efektivët kufitar dhe u morën në bord pas kërkesës për ndihmë. Ata u shoqëruan drejt riportit, ku ju ofrua asistenca e nevojshme dhe u kryen procedurat ligjore nga autoritetet përkatëse. Ende nuk dihen rrethanat se si grupi ka përfunduar në këtë zonë dhe çfarë ka çuar në aktivizimin e sinjalit të emergjencës. Autoritetet vijojnë verifikimet për të zbardhur lëvizjet dhe itinerarin e emigrantëve të palishëm. Një ngjarje me rrezik serioz është regjistruar në aksin rrugor drejt Thethit në Shkodër, ku një gur i madh është shkëputur nga mali dhe ka rënë mbi një automjet me turist në lëvizje. Për fat të mirë, goditja shkaktoi vetëm dëme materiale dhe asnjë prej personave që udhëtonin në mjet nuk mbeti i lënduar. Pamjet nga vendi i ngjarjes tregojnë automjetin e dëmtuar, ndërsa incidenti rikthen në vëmendje problemin e vazhdueshëm të rrëshqitjeve të gurve në rrugët malore. Segmente të ndryshme në vend vijojnë të paraqesin rrezik për drejtuesit e mjeteve, veçanërisht gjatë sezonit turistik kur fluksi i vizitorëve drejt zonave malore rritet ndjeshëm. Ngjarje të ngjashme janë raportuar edhe në zona të tjera, duke ngritur pikpyetje për sigurinë dhe monitorimin e akseve të ekspozuara ndaj shembjeve të shkëmbinjve. Vala ekstreme e të nxehtit që goditi Europën në fund të qershorit ka shkaktuar një bilanc alarmues me të paktën 12.000 vdekje shtesë të regjistruara në rreth 10 vende europiane gjatë ditëve më të nxehta. Sipas të dhënave nga AFP, vetëm në periudhën 22-28 qershor, mijëra viktima u raportuan në Gjermani, Francë, Belgjik, Spanjë, Hollandë, Zvicër dhe Luksemburg, ndërsa Anglia dhe Walesi regjistruan mbi 2.000 vdekje të lidhura me temperaturat ekstreme. Platforma europiane Euromomo raporton një bilanc edhe më të lartë me mbi 14.000 vdekje shtesë, megjithse shifrat mbeten ende paraprake. Ekspertët e shëndetësisë paralajmërojnë se nxehtësia ekstreme nuk është më vetëm një fenomen klimatik, por një krizë serioze shëndetësore. Gjermania dhe Franca janë ndër vendet më të prekura, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se numri i viktimave mund të rritet pasi vera avion dhe valë të tjera të nxehtit priten javët e ardhshme. Mbi 800 vatra zjarri në pyje vijojnë të përhapen në Kanada, ndërsa tymi i dendur po zhvendoset drejt jugut, duke përkeqësuar cilësinë e ajrit në disa shtete amerikane dhe duke ngritur shqetësime edhe për finalen e Kupës së Botës në New Jersey. Sipas autoriteteve kanadeze, aktualisht janë aktive 857 vatra zjarri, ndërsa shumica prej tyre vijojnë të jenë jashtë kontrollit. Vetëm gjatë së njëjtës u regjistruan 23 vatra të tjera zjarri. Tymi ka prekur zona të mëdha të Michiganit, Minnesotës dhe rajone të tjera të SBA-ve, ku cilësia e ajrit është klasifikuar nga e dëmshme deri në e rrezikshme. Banorëve u është kërkuar të shmangin daljet dhe të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Meteorologët paralajmërojnë se erat mund ta transportojnë tymin drejt verilindjes përfshir New Jersey, ku të dielën pritet të zhvillohet finalja e Kupës së Botës. Megjithatë, ndryshimi i drejtimit të erës nga java e ardhshme mund të sjellë përmirësim gradual të situatës. Bilanci i dy tërmeteve shkatruese që goditën Venezuelën në muajin qershor ka shkuar në 4.930 viktima, ndërsa Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se deri në 50.000 persona mund të rezultojnë ende të zhdukur pasi dyshohet se ndodhen në rrënoja. Katastrofa ka lënë pas rreth 17.000 të plagosur dhe mbi 21.000 persona të zhvendosur nga banesat e dëmtuara ose të shkatruara. Ekipet e kërkim shpëtimit vijojnë përpjekjet, ndërsa banorët kritikojnë reagimin e ngadalë të autoriteteve, duke thënë se ndihma e parë erdhi kryesisht nga qytetarët dhe organizatat vullnetare. Pas përfundimit të misioneve ndërkombëtare të shpëtimit, vëmendja është vendosur te ndihma humanitare dhe rindërtimi, por mungesa e strehimit, ushqimit dhe fondeve po vështirëson rimëkëmbjen. Sipas ekspertëve, procesi pengohet edhe nga sanksionet ekonomike ndërkombëtare, ndërsa OKB vlerëson se rindërtimi i Venezuelës pas kësaj tragjedie mund të kushtojë rreth $37 miliard.